Dhe do të nisim sot me rastin tragjik në fshatin Gadimet të Lipjanit. Atje i mituri Zejnullahu fillimisht ishte shpallur i humbur nga familjarët, më pas kishte nisur një aksion nga ta me ndihmën e institucioneve përkatëse për këtë. Dhe më pas është gjetur trupi i pajet. Ndërkohë sot nga mëngjesi tek familja të ndjerit po qëndron gazetarja deskut informativ Arianis Zhegrova për na dhënë informacionet e fundit. Ne do të kemi një lidhje më të për ta dëgjuar se cilat janë informacionet e fundit që vijnë nga atje. Ndërkohë duhet thënë që edhe policia ka nisur hetimet mbi këtë rast tragjik. Për ju në studio dhe për gjithë e televizionit të shtatë, po paraqitemi këtu nga fshati Gadimi, komunës së Lipjanit, në vendingjen e 10-vjeçarit Zejnullahu, i cili vdiq dje kur kthyer nga shkolla. Sipas familjarëve, dyshohet se tashmë i ndjeri ka zgjedhur një rrugë që zakonisht nuk ka kaluar në të për të kthyer në shtëpi, ka ardhur nga kjo pjesë mbrapa meje dhe dyshohet se këmbaj ka rëshitur duke hetur poshtë në lum dhe rrjedha e tij duke dërguar disa kilometra larg. Mbas 20 minutave të kem, familjarët kanë thënë që e kanë gjetur poshtë shkollës në rrjedhën e lumit poshtë shkollës ku ka vijuar mësimin dhe ka qenë me shenja jete, pastaj është dërguar për ekzaminime në ÇKK, por që fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetoj plagëve. Të njëjtit kanë thënë që nuk dyshojnë asgjë, me që kamerat e sigurisë kanë vërtetuar se të njëjtit i ka rëshitur këmba. Vjen të theksohet që familja është në një gjendje të rëndë emocionale, ndërsa po presin doatin e tashmë të ndjerit, i cili lajmin për vdekjen e të tjerit e ka marrë përmes rrjeteve sociale, me që ai jeton jashtë Kosovës. Familja e në gjendje të rëndë dhe po presim të marrin edhe trupin e pajetit i cili është dërguar për ekzaminime në IML. Falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe këto informacione që i sove në Kosova Live. Me këtë rast shprehim ngushëllime për familjarët e voglushit, një rast shumë i trisht. Megjithatë, nga ajo që u tha, kjo kuptohet se ishte një fatkeqësi dhe nuk ka diçka për të dyshuar sipas asaj çfarë kanë thënë familjarët, sepse kamerat e sigurisë pas kanë dëshmuar që ka qenë një rrëshqitje rastishme që në fakt përfundoi me fatalitet.